Zoti për të treguar edhe e fundin e asaj përgjigjeje urdhëron e thot: Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghayba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkarun. Thua ju atyre, unë si ju them juve se në dorën time janë depot e Zotit, ase unë di të panjohurën gajbin, nuk ju them juve se unë jam melek, unë ndjek vetëm ato gjëra që më vijnë nga ana e Zotit. Thua ju atyre, a barazohet I verbri me atë që sheh? Pra ende nuk mendoheni ju? Shpjegime. Fahri Raziu thot se ky ajet është si përgjigje për tre thënjet e qafirëve. 1. Ata I kishin thënë pejgamberit, nëse me të vërtetë je pejgamber, kërko prej Zotit tënd të na e shtoj ushqimin ton dhe të na hap dyert e lumturisë. Ndryshe nuk të njohim për pejgamber. Kësaj thënie e Zoti jep përgjigje duke porositur pejgamberin që tu thot atyre, unë nuk u kam thënë juve se kam në dorë thesaret e Zotit dhe I shpenzoj ata si të dua dhe që ju të kërkoni prej meje shtimin e ushqimit tuaj, prandaj ju nuk keni të drejtë ta kërkoni këtë gjë prej meje. 2. Ata I kishin thënë pejgamberit të na lajmërosh ku do të fitojmë dhe ku do të dëmtohemi në të ardhmen. Pejgamberi urdhërohet që t'i përgjigjet edhe kësaj kërkese me këto dy fjalë: unë gajbin nuk e di dhe nuk ju kam thënë juve se ç'do të ndodh në të ardhmen tuaj. 3. I kishin thënë se një njeri që mëton se është pejgamber duhet jetë melek, të mos haje, të mos pi dhe të mos sillet në përtreg. Nuk na e merr mendje që pejgamberi të bëjë të tilla punë. Pejgamberi qoftë bekuar urdhërohet që të thotë: unë nuk ju kam thënë juve se jam melek, që kështu ju të keni të drejtë të më akuzoni pse ha e pse pi dhe pse endem në përtreg për të kryer nevojat si njeri që jam. Unë nuk mund t'ju ndjek juve, por unë ndjek vetëm ato gjëra që mi ka dërguar Zoti dhe të cilat ju a tregoj edhe juve. Qëllimi kryesor I ardhjesime si profet është të përgëzoj me shpërblime ata njerëz që I binden Zotit dhe të friksoj kryengritësit me ndëshkimin e tij. Zoti shton dhe thot: O Muhammed, thua ju, a barazohet ai njeri që nuk I sheh bukuritë e natyrës dhe nuk mendohet rreth tyre? A ende nuk mendoheni se ka një ndryshim të sa qielli me tokën në mes të paditurve që janë si të verbër dhe dietarëve që shohin? Apo nuk është detyrë njerëzore meditimi mbi këto punë? I verbri në këtë ajet është për qafirin, kurse ai që sheh është për besimtarin, ose është për të diturin dhe për të paditurin. Këto dy palë njerëzish kur nuk barazohen me njëri tjetrin. Zoti tregoi se njëra prej detyrave të pejgamberëve është që të friksojnë popullin me ndëshkimin e Zotit për të urdhëruar pejgamberin në atë punë. Allahu thot: "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'a la'allahum yattaqun." I dashurim friksoi me atë Kuranin ata që kanë frikë se do të mblidhen para Zotit, ku për ata s'ka përveç atij as ndonjë mik, as ndonjë që t'u bëj shefat, të ndërmjetësoj, që kështu të ruhen nga gjërat e ndaluara. Shpjegime. Ata njerëz që kanë frikë se do të mblidhen para Zotit është për besimtarët ose për qafirët ose është për të dyja palët së bashku, është për besimtarët sepse ata besojnë se do të ringjallen dhe se llogaria e tyre do të shikohet në praninë të Zotit dhe janë këta që përfitojnë prej Kuranit dhe jo qafirët të cilët nuk besojnë se do të ringjallen. Mund të jetë për qafirët sepse ata, megjithse nuk besonin në ringjalljen, e dinin se pejgamberi nuk gënjente kur u tregonte ndëshkimin e Zotit e u hynte frika. Pra pejgamberi është urdhëruar që të vazhdonte t'i friksonte ata e mbase së fundmi do të besojnë. Mund të jetë edhe për të dyja palët, sepse friksimi me ndëshkimin e Zotit është për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për një palë njerëzish. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Mos I përzë prej pranisë tënde ata njerëz që I luten Zotit mbrëmje mëngjes që dëshirojnë fytyrën e tij. Nuk të ngarkohet gjë ty prej llogarisë së tyre dhe atyre nuk u ngarkohet gjë prej llogarisë tënde dhe nëse I përzë ata, atëherë bëhesh prej të padrejtëve. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Hazini kanë thënë se zbritjen e këtij ajeti ka shkaktuar ngjarja që vijon. Një ditë disa nga krerët e Kurejshëve I kanë propozuar pejgamberit që ai të mos I pranonte pranë tij myslimanët e varfër si Suhejbin, Bilalin, Ammarin e të tjerë dhe I kanë thënë nëse ti I përze këta, ne do të besojmë ty, ndryshe nuk mund të besojmë. Ne nuk mund të poshtorohemi duke ndenjur me të varfrit. Pejgamberi u ka thënë unë nuk mund të përzë besimtarët. Ti përzësh ata vetëm kur të vim ne tek ti, atëherë të varfërit le të dalin e të ikin prej andej. I madhi Omer I tha pejgamberit, pranoj këtë që të shohim se sa do të qëndrojnë në fjalë. Pejgamberi meqense e dëshironte shumë besimin e kryetarëve të Kurejshëve, e pranoi propozimin e tyre. Mirpo qafirët I kërkuan pejgamberit një shkresë për këtë dhe ai urdhëroi Imam Aliun ta shkruante atë, në çast
ka zbritur ky ajet, me të cilin pejgamberi u ndalua nga ajo punë, duke i thënë mos i përzata njerëz që i luten Zotin mbrëmje mëngjes që dëshirojnë fytyrën e tij. Pejgamberi anuloi shkresën dhe hodhi poshtë kryekput propozimin e tyre. Lutja të varfërve mbrëmje e mëngjes është për faljen e namazit të sabahut ose të qindis prej tyre, ose është për përmendjen e Zotit dhikrullah prej tyre pa pushim ditë e natë. Fytyrën e tij që ata e dëshirojnë është për veten e Zotit, është përmendur fytyra si vetja e Zotit sepse zakoni është ai që do ndonjërin dëshiron t'i shohë atij fytyrën. Nuk të ngarkohet gjë ty prej llogarisë së tyre dhe atyre nuk u ngarkohet gjë prej llogarisë tënde. Kuptimi: sado që ty të thoni dhujtarët Kurejsh mos je i sigurt në besimin e të varfërve sepse ata vinë e rinë me ty, vetëm e vetëm që të hanë të pinë të vishën prej teje dhe posa atyre të bjerë këmba në shesh, do të të lënë ty. Ti mos u avër veshin fjalëve të tyre sepse edhe sikur të jenë të vërtetë ato fjalë, ty s'të ngarkohet ndonjë faj prej fajeve të tyre e as atyre nuk u ngarkohet ndonjë gjë prej punëve që bën ti, çdo njeri është përgjegjës për punët e veta, pra nëse ti i përzë, atëherë bëhesh prej të padrejtëve. Zoti tregoi se qafirët nuk janë të kënaqur që rinë me të varfrit në prani të pejgamberit, por të treguar edhe shkakun e asaj pakënaqësie, Zoti urdhëron e thotë: وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Ja, kështu i kemi hedhur në provë disa njerëz me disa të tjerë që të thonë a këtyre u ka parë Zoti të merituar mirësinë e madhe ndër ne? Zoti ynë kundrejt thënies së atyre urdhëron e thotë: a nuk është Zoti që i di më mirë falëndëruesit? Shpjegime: ja, kështu i kemi hedhur në provë disa njerëz me disa të tjerë, ne me madhërinë tonë kështu i kemi provuar Kurejshët e pasur me disa të varfër, të cilëve ua kemi prur mbar besimin, që të pasurit të thonë, ne duke qenë paria e kombit dhe më të mençur, si bëhet të na e kalojnë disa të varfër, si është e mundur që këta të arrin gradën e lartë të besimit para nesh, a për këtë e ka parë Zoti të udhës t'u jap atyre atë gradë të lartë? Po e zëm se edhe ne po bëhemi mysliman, por sipas rregullit të përgjithshëm, ata që kanë sjell besim para nesh do të jenë më të virtytshëm se ne. E po, kjo s'është punë që durohet. Zoti si përgjigje ndaj thënieve të tyre urdhëron e thotë: a nuk është Zoti që i di më mirë falëndëruesit? Pra meqense Zoti i di më mirë se kushdo ata që e falëndrojnë atë, punën e tij s'kan të drejtë ta kundërshtoj askush, as paria e Kurejshëve për shkak se mbesin pas të varfërve nga pikpamja e virtytit, por as të varfërit s'kan të drejtë të thonë përse Zoti t'u jap të pasurve më shumë se sa na ka dhënë neve. Fahri Razi u thotë se cilësitë e njerëzve janë të ndryshme. Disa njerëz janë të gjatë, disa janë të shkurtër, disa janë mendjeholl, disa janë mendjetrash, disa janë të varfër, disa janë të pasur, e të tjerë. Nuk është e mundur që të mblidhen të gjitha cilësitë të një njeri. E njerëzit kanë smir njëri tjetrin dhe thonë, a për këtë e ka parë Zoti më të udhës që ai tjetë më i lartë se unë? Kështu i ka provuar Zoti njerëzit. Janë ata të kënaqur nga ajo që u ka dhënë Zoti apo e kundërshtojnë atë? Të lumturuar janë ata që e kanë zemrën të kulluar, që janë të kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti dhe heshtin e nuk e kundërshtojnë Zotin, pse ai u ka dhënë disave shumë të mira. Të tillë njerëz jetojnë të qetë në dynja, kurse në ahiret këta do të arrijnë shpërblime të mëdha dhe do të jenë të lumtur.